ndoshta edhe në një përmbështrim paksa më i ndryshëm se sa ligjor. Po, përshëndetje të gjithëve, kënaqësi që të ndodhem mbi një... Nëse mikrofonin mund ta hapni? Se kam hapur. Po, keni të drejtë. Përshëndetje të gjithëve, kënaqësi për të qenë në një ambient kaq frymëzues diskutimesh. Merita besoj i takon profesoresh Anastasit për organizimin dhe ftesën që na ka bërë të gjithë për të marrë pjesë në këtë aktivitet interesant. E gjeta shumë me vend vënien përballë të shkollarëve që vinë jo vetëm nga vende të ndryshme, por edhe edhe me shkollarët brenda Shqipërisë. Shpresoj që një eksperiencë e tillë të vazhdojë edhe në të ardhmen në fusha të tjera të akademisë dhe të dijes, pasi ballëfaqimet janë gjithmonë pasurim i çështjeve dhe trajtesave të ndryshme. E vërtet që trajtimi im është pak si thua ka një sens politik më shumë se sa juridik, megjithëse do mundohem që në trajtimin tim, sikundër dhe do të vjet re, do të vjen në dukje si thua disa probleme që ekzistojnë me të drejtën demokratike dhe kryesisht do të ndalen pastaj edhe tek sfidat. Më thënë, për ta filluar, e di që koha shumë e pakët dhe kështu që do mundohem që t'i referohem çfarë kam shkruar në mënyrë që mos të kaloj në diskutime të tjera. Mund të themi që kemi kaluar mbi 30 vjet nga rënja e komunizmit dhe ende nuk mund të flasim që në Shqipëri kemi një demokraci të konsoliduar. Dhe madje sipas shumë studiuesve të ndryshëm apo dhe organizatave ndërkombëtare që merren me monitorimin e statusit apo gjendjes së demokracisë në vend, tregojnë që kemi të bëjmë me një tërheqje të demokracisë, ndërkohë që për mendimin tim e drejta demokratike formalisht është e zhvilluar në vend dhe që problemi më i madh vihet re tek tërheqja në praktik. Në rast se zgjedhjet e ofruara nga angazhimi me të drejtën demokratike nuk kanë dhënë rezultatet e pritshmëritë e duhura, ja vlen që të ndalemi. Punimi im organizohet kryesisht rreth 3 çështjeve, të cilat do t'i prek shumë shkurtimisht dhe që kanë në lidhje me rolin e normës demokratike në konsolidimin e demokracisë dhe proceseve të integrimit dhe të zhvillimit të rasti i Shqipërisë. Pra, së pari do të diskutoj statusin juridik dhe perspektivat e normës demokratike në legjitimimin e qeverisë në literaturën bashkëkohore, ku vlen të theksohet se shumë analistë kanë nxjerrë në pa se entuziazmi i pas luftës së ftohtë për zhvillimin e zgjedhjeve i ka lënë vendin një game të gjerë ndërhyrjesh për të reformuar shtetin, formësuar shoqërinë civile dhe vetë drejtën demokratike. Së dyti, në punim trajtohen kryesisht lidhjet ndërmjet demokracisë dhe zhvillimit, modernizimit dhe integrimit europian, duke parë më në vëmendje rastin e Shqipërisë. Nëse kërkojmë ndryshime në legjislacionin e brendshëm, sikundër u tha dhe nga shumë nga para folësit, më parë duhet kuptuar konteksti politik në të cilin operojnë këto ligje, kush janë aktorët që operojnë me to, cilat janë vlerat dhe prioritetet në mënyrë që ligji të funksionojë në mënyrë efektive. Dhe së treti, do ndalem kryesisht punimi ndalet kryesisht në çështjet e demokracisë si ideologji. Ideologjizimi vështirëson konstatimin e tërheqjes demokratike, ndaj është me interes të shqyrtojmë rolin e saj në zhvillimin dhe aplikimin e së drejtës demokratike edhe në rastin shqiptar. Mund të thuhet që gjatë shekullit të 20 kryesisht drejt dekadave të fundit të tij, demokracia ka zënë një vend në praktikën e së drejtës ndërkombëtare si kategori normative. Ajo është transpozuar nga filozofia politike, ku është thjesht recetë morale, në ligj ku e drejta demokratike përdoret nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, nga Këshilli i Sigurimit apo dhe nga Bashkimi Evropian për të vendosur detyrime të reja dhe të rëndësishme ligjore mbi shtetet. Megjithatë, duhet thënë se institucionet demokratike duhen parë si burimi i qeverisjes me drejtësi, më shumë se sa burimi i mirëfill në të drejtën ndërkombëtare.
Në të drejtën ndërkombëtare, më parë ishte agnostike çështja e formave të qeverisjes apo të legitimitetit të saj, pasi kjo konsiderohej si një shkelje apo ndërhyrje në punët e brendshme të një shteti sovran, por dhe kalimi i pjesëve të sovranitetit të shtetit organizatave apo institucioneve të ndryshme ndërkombëtare. Por tashmë këto çështje duken të tejkaluara për një pjesë të mirë të vendeve, të cilat synojnë që të jenë pjesë e rendit demokratik, dhe duket se është gjithmonë edhe vështirë edhe për vendet autoritare apo të regjimeve diktatoriale të mbrojnë regjimet e tyre, pasi qytetarët e këtyre vende gjithmonë më shumë kanë rritur presionin për transformimin e brendshëm këtyre vendeve drejt demokracisë. Për të mos folur pastaj për rolin e Bashkimit Evropian, një proces që me adaptimin e kritereve të Kopenhagenit, të cilat janë trajtuar gjithësisht nga parafolusit në Bashkimin Evropian, si kusht sine qua non për antarësimin e antarëve të ri, e ktheu të drejtën demokratike në një pjesë të drejtës europiane. Demokracia në kuptimin normativ ka një dimension filozofik dhe një dimension empirik. Dimensioni filozofik jep kuptimin dhe përshkrimin e të drejtës demokratike që qëndron në themel të legitimitetit të shtetit. Brenda këtij dimensioni filozofik është e domosdoshme të dallojmë dy pyetje më specifika, cilat janë parimet e të drejtës demokratike që lidhin qytetarët në marrëdhëniet e tyre me njëri tjetrin dhe në cilat kushte shteti mund të veprojë në mënyrë legjitime si arbitri përfundimtar në marrëdhëniet ndër qytetarët, por edhe në ndër marrëdhëniet midis shteteve. Përgjigjja e këtyre dy pyetjeve bazohet së pari në parimin e të drejtës që drejton shoqërinë, pastaj në krijimin e një sovrani ose një shteti të pajisur me fuqinë legjitime në ushtrimin e detyrimit. Pra, çështja trajtohet nga pikpamja e së drejtës, ndërsa çështja e dytë nga pikpamja e legitimitetit. Për Thomas Frank, e drejta demokratike krijon kohezion midis qytetarëve apo shtetasve brenda shtetit në pjesën më të madhe të rasteve, pasi mbështetet në tre shtylla që tashmë i dim: sovraniteti popullor, i cili shprehet në zgjedhjet periodike të rregulla të lira, ku njerëzit janë të lirë të zgjedhin, ata ku kandidatët apo partitë janë të lirë të bëjnë fushat dhe nuk intimidohen, dhe kur administrimi i procesit zgjedhor është i paanshëm. Shtylla e dytë është liria, e cila në një sistem demokratik presupozon lirinë e fjalës, shtypit, mbledhjes asociacioneve, promovimin e kulturës së tolerancës, reciprocitetit, respektit të drejtave të kundërshtarëve politike e kështu me radhë. Ndërsa shtylla e tretë është shteti i së drejtës, i cili mbron dy lirit e tjera dhe siguron që procedurat demokratike të vijnë në jetë në mënyrë të paanshme nga një sistem drejtësie ku instrumentat e tij rregullojnë, mbajnë në mbikëqyrje abuzimet e pushtetit. Është ky sistem që administron zgjedhjet, monitoron korrupsionin dhe vendos drejtësinë në rast shkeljes. Ndaj e drejta demokratike përbën një kusht jo vetëm të nevojshëm, por edhe të domosdoshëm për studimin e ligjit, drejtësisë sociale, ekonomike, politike dhe zhdukjen e korrupsionit dhe për më tepër për ruajtjen e kohezionit social. Procesi i transformimeve demokratike tregoi se vendosja e funksionimit i demokracisë është një proces tepër i komplikuar. Në Shqipëri pak a shumë e shikojmë gjithmonë problemet që ka, megjithëse kemi 30 vjet që pretendojmë që jemi në demokraci. Është pikërisht Diamond i cili bën dallimin ndërmjet demokracisë formale dhe demokracisë substanciale. Në Shqipëri mund të themi që kemi një demokraci formale e cila nënkupton zhvillimin e zgjedhjeve, ekzistencën e institucioneve demokratike, pjesëmarrjen e njerëzve në zgjedhje, lejimi i konkurrencës apo i fjalës së lirë, i asociacioneve, i krijimit të shoqatave të ndryshme të shoqërisë civile e kështu me radhë. Dhe sigurisht parashikohet dhe llogaridhënia e zyrtarëve ndaj njëri tjetrit, imponohen kufizime në pushtetin ekzekutiv, mbrohet kushtetueshmëria dhe si thuaç respektohen dispozitat e gjëra për pluralizmin politik, civil, lirinë individuale dhe të grupit.
Por problemi kryesor që mendoj unë është në Shqipëri është mungesa e një demokracie të konsoliduar që sipas Diamondit kemi të bëjmë me atë fazë të zhvillimit të demokracisë ku elitat dhe masat janë të bindura se demokracia është alternativa më e mirë krahasuar me të gjitha alternativat e tjera. Institucionalizimi demokratik është vetëzbatues që do të thotë se forcat politike ua dorëzojnë institucioneve interesat dhe vlerat e tyre. Në këtë mënyrë, sipas Linzit dhe Stefan, konsolidimi është një kombinim tridimensional i sjelljes, qëndrimit dhe kushtetueshmërisë. Kështu parametrat e institucionalizuar të proceseve demokratike bëhen në një mënyrë përbrendësohen dhe bëjnë një formë e të menduar dhe sjelljes për elitat politike, por edhe masat, dhe shkelja e këtyre parametrave konsiderohet si jo efektive dhe e kushtueshme. Gjë që mendoj në Shqipëri akoma nuk e kemi arritur këtë stad dhe që u fol edhe për kompensimin për mosbatimin e ligjit apo të normave ndërkombëtare. Nuk kemi arritur ta kuptojmë që mosbatimi i tyre kushton shoqërisë dhe krijon një shoqëri e cila funksionon nën kapacitetet e saj. Por një nga problemet e procesit të tranzicionit demokratik në Shqipëri mendoj se lidhet edhe me trajtimin që ju bë transferimit apo vendosjes së demokracisë në vendet ish komunizme, ku dhe rëndësia e madhe ju dha procesit e zhvillimit të procesit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, si kundër u pa pak a shumë edhe në trajtimin e mësipër, dhe madje u krijuan dhe institucione përkatëse, si për shembull ishte divizioni i asistencës zgjedhore pranë Kombeve të Bashkuara, ODIHR pranë OSBE-s e të tjera, dhe numri i këtyre institucioneve është rritur ndjeshëm që prej vitit 1990. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme u bën bazë e legjitimimit të qeverisë dhe një e drejtë e zbatueshme, madje e detyrueshme në Europë. Për më tepër, zgjedhjet e lira të ndershme në një shtet kandidat për anëtarësimi në Bashkimin Evropian tashmë konsiderohen si një kusht i patjetërsueshëm. Mund të themi që edhe në Shqipëri mbikëqyrja e zgjedhjeve është bërë një pjesë e rëndësishme e tokë e tranzicionit nga komunizmi në demokraci, ashtu si dhe në vende të tjera komuniste. Por mund të themi që në vendet ish komuniste, ato të Ballkanit, por kryesisht në Shqipëri, procesi i kalimit nga socializmi apo komunizmi në demokraci ishte një proces i shpejt, jo i dhunshëm, por mund të themi nga studiues të ndryshëm që ky proces do të jetë katëgjarë, të jetë i gjatë, konfliktual dhe jo përfundimtar, pra që përfundimi do të jetë arritur për një kohë të gjatë. Kjo sigurisht ka të bëjë me një sër problematikash të cilat do doja ti parashtroja shkurtimisht. Përsa i përket, mbase tingëllon pak si në kundërshtim me paraforcit, mund të them që Shqipëria ka krijuar një sistem ligjor i cili është bazuar kryesisht në përvojën më të mirë të legjislacionit europian, është përmirësuar me këshillat e Komisionit të Venecias dhe një sër organizatash të tjera të specializuar në fushën e të drejtës. Sigurisht që perfeksionimi i të drejtës nuk përfundon asnjëherë, por mendoj që përsa i përket asaj që është shkruar në letër, kemi të bëjmë me ligje të cilat janë tashmë kur kemi arritur në një pikë të integrimit europian që është shumë afër hapjes së negociatave për antarësim të plot, është krijuar një bazë ligjore e përafruar madje shumë ngushtë edhe me atë të Bashkimit Evropian. Madje që në 98 në preambulin e Republikës e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë thuhet që është si thua demokracia është e sankcionuar në kushtetutë, pasi për të ndërtuar një shtet të së drejtës, Shqipëria do më thënë është e vendosur për të ndërtuar një shtet të së drejtës demokratike e sociale për të garantuar të drejta, lirit themelore me frymën e tolerancës,
bashkëjetesës fetare etj. Vazhdon në nenin 1 përsëri, sankcionohen zgjedhjet, qeveria bazohet në një sistem zgjedhjesh të lira, të barabarta, të përgjithshme periodike, apo vazhdon në nenin 9 partitë politike krijohen lirisht, organizimi i tyre duhet të përputhet me parimet demokratike e të tjera. Kështu që mund të vjetë re se duke u përqendruar kryesisht ke procesi i zgjedhjeve dhe duke mos marrë parasysh një sër problematikash të tranzicionit shqiptar, kemi arritur në një fazë ku vjen ndeshën problematika me zbatimin e ligjit më shumë se sa pasjen e ligjeve të rregullta dhe në frymën e ligjeve europiane apo atyre ndërkombëtare. Pasi sikundër dhe po them në praktik është pikërisht këto ligje në cilin në kontekst politik, social dhe ekonomik zbatohen dhe në kuadrin shqiptar tranzicioni drejt demokracisë ka qenë një proces i shumë fish. Tranzicioni politik nga diktatura në demokraci shkoi së bashku me ndryshime të tjera si transformimi ekonomik nga një ekonomi e centralizuar dhe e kontrolluar në një ekonomi të ekonomisë së tregut. Kalim nga një shoqëri rurale në një shoqëri urbane e shoqëruar me lëvizje demografike të pakontrolluara dhe zhvendosja shoqërore nga izolimi në hapje, por pa haruar dhe kalimi nga një shoqëri ateiste në një shoqëri multifetare. Sigurisht që mund të vjen re një sër faktorësh kanë të bëjnë edhe me traditën përsa e përket zbatimit të ligjeve, kanë të bëjnë edhe me traditën shqiptare. Dje pak a shumë u trajtua gjërësisht çështja e mungesës së një tradite konstitucionaliste, e cila si thua pavarësisht adaptimit të një kushtetute tashmë të formuar sipas standardeve europiane, krijon vështirësi në kuptimin dhe në zbatimin e saj. Dhe në të njëjtën kohë faktet që ka disa procese që lidhen pikërisht me të shkuarën shqiptare në sundimin ekzistenca e saj për një periudhë të gjatë në sundimit e tuaj ka krijuar një marrëdhënie me shtetin e cila është një marrëdhënie përjashtuese, pra nuk është një marrëdhënie bashkëpunimi, po duket sikur shteti gjithmonë është në shfrytëzim të qytetarëve nëpërmjet taksave apo nëpërmjet imponimit të pushtetit në forma nga më të ndryshmet. Sigurisht që me vendosjen e qeverisë së Zogut apo dhe të regjimit komunist u bën disa ndryshime në konsolidimin e shtetit, por marrëdhënia e shtetit me qytetarët nuk ndryshoi dhe mund të thohet që ajo ngeli një marrëdhënie që shteti ishte në kontroll të veprimtarisë dhe jetës së qytetarëve më shumë se sa të qenit në shërbim të tyre. Kështu që shoqëria shqiptare edhe për shkak të këtij totalitarizmi që kaloi përpara vendosjes së demokracisë trashëgoi dhe mungesën e një shoqërie civile dhe që pa hyrë si thua problematikave të shoqërisë civile, e cila është shumë e rëndësishme për krijimin e një ndërmjetësimi ndërmjet shtetit dhe qytetarëve, apo dhe për të sipërmarrë një rol emancipues përsa i përket përcaktimit të normave të reja që qytetarët tashmë duhet të familiarizohen dhe të përbërësojnë ato. Mund të themi që ende duket sikur Shqipëria është më shumë një shoqëri politike sesa një shoqëri civile, me gjithë zhvillimin e madh që ka ndodhur, jo vetëm në aspektin ligjor me miratimin e ligjeve të cilat favorizojnë krijimin e asociacione, mirë funksionimin e tyre, por jeta e këtyre asociacioneve apo dhe vetë shoqërisë civile si tërësi është e vështirë që të jetë një ndërmjetës ndërmjet qytetarëve dhe shtetit apo të ruajë një rol emancipues i cili do të krijonte kushtet për zhvillimin asaj që thamë një demokracie të konsoliduar.
Pra, në një mënyrë apo një tjetër, huazimi I modeleve perëndimore, copy-paste, si thua, ka krijuar probleme dhe të cilat reflektojnë në mungesën e konsolidimit të demokracisë dhe të faktit që qytetarët ende nuk e shikojnë si demokracinë si formën më të zhvilluar si formën më të mirë dhe efektive të zhvillimit shoqëror, ekonomik, politik të tyre dhe që mund të përmendim edhe një sër faktorësh të tjerë të cilët duhen marrë parasysh në rastin e adaptimit të ligjeve, sepse zakonisht unë nuk jam një eksperte ligjore, por dhënia prioritet ndaj si thua këshillave të legjislatorëve të huaj, krahas si thua aspektit normativ I cili përputhet me kërkesat e Bashkimit Evropian, përshtatshmëria e tij me ambientin shqiptar I takon specialistëve shqiptar, pasi duke lënë vetëm në dorë të huajve, vim tek problematika të cilat të huajt e kanë të vështirë t'i kuptojnë. Dhe këtu desha që pak a shumë të përmend 3 raste kur si thua krijimi I kuadrit ligjor apo I ambientit funksionues të demokracisë, ekonomisë, politikës e gjitha me radhë ka çaluar për shkak të mos kuptimit të këtij konteksti politik shoqëror në Shqipëri. Në vitet e fundit duket se rëndësia gjeopolitike e rajonit në kombinim me nevojën për të mbështetur liderat pro-europian për shembull, ka dobëstuar forcën e kushtëzimit politik të Bashkimit Evropian, madje disa do të thonin që ka qenë edhe kundërproduktive. Partitë politike I kanë harmonizuar të gjitha programet e tyre me kriteret e antarësimit të Bashkimit Evropian, megjithatë duket se rezultati nuk është premtues. Situata e demokracisë mund të konsiderohet si një kthim mbrapa. Kushtëzimi I Bashkimit Evropian jo vetëm nuk është në gjendje që të kundërshtojë efektivisht kapjen e shtetit, por duket se ka konsoliduar në mënyrë të pavullnetshme të rrjetet informale dhe u ka mundësuar atyre të forcojnë kontrollin e tyre mbi pushtetin. Është e rëndësishme të theksojmë se në asnjë në mënyrë nuk do të sugjeroja se kushtëzimi I Bashkimit Evropian ka shkaktuar kapjen e shtetit në Shqipëri. Kapja e shtetit është një proces me shumë shkaqe që tenton që shkaqe dhe që duhen parë në kontekstin e tranzicionit. Ne mund të identifikojmë 3 në lidhje të dallueshme që lidhen me kushtëzimin e Bashkimit Evropian dhe që lidhen me kushtëzimin e Bashkimit Evropian. Së pari, presioni për shembull që në fillim për liberalizimin e tregjeve në mungesë të një kuadri ligjor gjatëpërfshirës, por dhe mungesës së eksperiencës së njerëzve për sa I përket funksionimit të një ekonomie tregu, lejoi një elitë të vogël ekonomike të realizonte përfitime private dhe të ndërtonte rrjete të fuqishme që ndikojnë në vendimarrjen politike. Dhe këtë e shikojmë në shumë nga figurat e partive politike dhe mënyra se si funksionon politika në Shqipëri, pa dashur që të hyjë në emra apo në raste konkrete. Së dyti, kushtëzimi I fortë nga lart poshtë mbyti diskutimin e brendshëm dhe dobësoi mekanizmat e brendshme të llogaridhënies, duke lejuar elitat në pushtet të mbyllin gojën kundërshtarëve të brendshëm dhe edhe është një situash një keqje e vazhdueshme që opozita, cilat do qofshin ato, në momentin që janë në opozit, janë pothuajse non-ekzistente apo janë të pafuqishme për të shprehur oponencën e tyre ndaj politikave të ndryshme që propozohen nga opozita dhe që një vend demokratik pa opozitë është një njeri pa pasqyrë që nuk e shef asnjëherë veten e tij. Së fundi, parimet drejt antarësimit në BE dhe ndërveprimet e shpeshta me zyrtar të lartë të BE-s dhe shteteve anëtare shërbejnë për të legjitimuar elitat në pushtet. Jo pak herë kemi parë që sidomos e kryesuar gjatë periudhave elektorale që liderat e qeverive apo dhe të partive vrapojnë në Bruxelles, në Washington për të bërë fotografi si një mënyrë në vend që të legjitimojnë vendin e tyre me punën që ata kanë bërë dhe me rezultatet e punës së tyre, legjitimojnë me fotografit dhe për krahjen që ata mundohen të shesin situash
publikut gjejnë pranë institucioneve të BE-s apo dhe kapitaleve, atyre kryeqyteteve të tjera të rëndësishme të botës. Kështu që në një mënyrë apo një tjetër, në qoftë se nuk do mbajmë parasysh këto dinamika të brendshme të zhvillimit të shoqërisë shqiptare, me një sër problematikash jo vetëm sociale, por edhe ekonomike, të cilat ndikojnë edhe në vetë buxhetin, për shembull, siç u tha, që i konsakrohet drejtësisë, do t'jetë shumë e vështirë që këto modele të huazuara të jenë rezultative dhe që të çojnë në një demokraci të konsoliduar. Me dy fjalë, pjesa e fundit, e cila ishte ideologjizimi i demokracisë neoliberale, mund të themi që kjo situash ka krijuar një model tashmë të ngrirë, i cili nuk funksionon në të gjitha rastet dhe që ideologjizimi i tij si forma situash më absolute, pa lejuar diskutime në lidhje me ndryshimet të nevojshme në këtë drejtim, bën që demokracia të shikohet si një shablon që duhet ndjekur pa pasur parasysh përmirësime dhe ndikimin e debateve që vetë shoqëria civile gjeneron në procesin e qeverisjes apo dhe të mbarvajtjes së vetë shoqërisë. Dhe meqenëse e shoh që sepse kemi të kaluar tërësisht kohën. Po, dhe prandaj po them se tani po shikoj kohën, po e mbyll këtu dhe mbasi diskutantët mund të çojnë më tutje këtë çështje që pak a shumë unë mundova të trajtoj në këtë periudhë kohe. Faleminderit. Faleminderit, shumë faleminderit. Përpara se t'jap